the hard sopa, the this, and there was a normal drum. The sound is this way, the tail is a power down, the power down, but there's a bit one hasten, is a one more hasten, is that this, is that this. The apple. What B is ball? C is this. D is the. E is this. Half is this. This is the X. I J K M N L N O P Q R S T U V W X Y and Z. Yeah, perfect. But it's so good. Perfect, mbaroj, so good. Bravo, Logan. Do të shikoj që kësaj bukuria? The money? Which one? What is that? Kush? What is that? Kush? What is that? Kush? What is that? Kush? Jo, nuk hapet bufeja më. Nxirë atë gjën që po më thua. Nxirë ta shikoj. Apo është big one? Oh, janë librat e mamit ato. Është libri mamit. Edhe ai libri mamit. Po, I zbuloj vendin. Dole nga dushi ti? Ha? Haj, goca të mirat të bukura. Bëma pak derën të lutem se dëgjojt farsa e dadit. Hiqe qeskën? Hiqe qeskën? Futa brënda qeskën. Futa brënda. Qeskë? Okej, nxirë e. Këta qunat sa po patën atë rutinën e tyre bën dush, edhe pse unë sa po I bëra dush Loganit, I lava trupin 5 minuta, më përpara, u fut prap me Albanin, sepse kanë rutinën e vetë të dushit gjithmonë. Po ju tregon bufet. Sistemova pak bufet, thjesht I ndrova vendet, sepse këto gjërat këtu poshtë, kujdes më birë, prisni pak. Sërse kam bërë ndonjë gjë wow, po këto gjërat këtu poshtë I kisha këtu. Dhe këto që janë më shumë snack, më shumë çokolata, më shumë karamele dhe gjëra të tilla, I kisha këtu poshtë. Dhe ky zotëria shkonte I merrte, kështu që më duhesh patjetër t'i ndroja që të mos arrinte. Edhe atje lart kam ca gjëra të tjera. Duhet të marr nga ato organizuesi, duhet të marr ca nga këto të tjera, se I kam shumë qejf. Këto janë fantastike. Xham edhe me këtë bambun. Edhe duhet të marr edhe ca rafte që t'i shfrytëzoj komplet lartësinë kështu. Urdhroni çfarë bënte ky. I merrte të gjitha. Po tani nuk ka çat marrim më se ka veç makarona edhe gjëra kështu këtu. Okay? It's not here. Jo, nuk është aty. Ja, hajde, come on, shpejt ta mbyllim. Të pastaj lapa edhe çik këto bufet këtu poshtë, me këto po merresh deri tani. Ndërkohë që dadi po bënte diçka përjashta që do të tregoj. Shikoni çfarë kam marrë nga Timu. Se
Se dini qofse ua kam treguar apo jo, po në rast se nuk ua kam treguar, do t'u tregoj tani. Është pagoja e parë, e cila është një gotë për të trazuar koktejlin, shake it. Mos Logan, mos. Pse i hapen tapet më shpirt? Është me gjithë kapakun e vet. Kështu, alumin çashja. Mbyllet. Shumë nice. Që ka edhe bëhet. Keni parasysh siç bën ato në përballje? Thank you. Ja, çoj ti gjitha këtu ti të tregoj mami çupave. Dhe gjithashtu ka këtë pjesën këtu që hapet dhe hedh pijen brenda. Kjo kamera s'do të fokusoj. Që mos të hedhësh për shembull nëse ke miksur ndonjë përzilok apo ndonjë fije mente në një gjë të tillë, ndonjë gjethemente në një gjë të tillë, që të mos e hedhësh kështu, ja hedh me këtë. Besoj unë me çka parë, se s'kam bërë ndonjë koktejl në jetën time kështu. Gjithashtu kemi në mamamit, kemi këtë pirunin, Luk, është pirun, Logan, është pirun. Është pirun. Shikoni këtu. Këtë. Që është i gjatë. Ore, se çfarë ka ndodhur me këtë kamerën? Diçka do t'i kem shtypur unë ose Logani. Piruni për të përzier. Kemi këtë gjën, e cila me shumë mundësi shërben për të shtypur. Futakullin e vogël, keni parasysh ato akujt e vegjël katrore kështu? Pa. Fut edhe ato mentet që tha shumë bërzilok, gjëra të tilla. Këto më vinë në mend tani, po mos e mund fusësh shumë gjëra tjera. Edhe besoj që i shtyp me këtë që ato të lëshojnë pak aromë. E ka këtë pjesën, jo nuk e ka gomë. Si plastik të fortë paska, se ka çu ku di unë. He moj dreqe. Shikoni si është? Që të shtypet mirë, kurse këtë nga ana tjetër është e thjeshtë. Edhe i mora që t'jenë të gjitha njësoj. No way. Këto në 2. Pastaj kemi këtë, e cila është tap për t'ja vendosur shishave që t'i kthesh kështu, t'i kthesh me mas, do me thënë, mos t'i kthesh me bam, shumë. Dhe kemi edhe këtë gjën, e cila ka këtu, nuk shikoj nga sytun tani. S'pas ka mas, po kjo do t'jetë tek e shots, kjo do t'jetë double, besoj. Mendoj unë. Dëgjohet muzika e çuna vendim atan. Kjo. Base këte është teke, këte është double shots. Dhe, pas kemi 2 të tilla për 2 shishe. Dhe besoj që këto ishin të gjitha, i hapi ky shoku, i hodhi që s'ka në mërdhe. Do thoni juve, do bësh koktejl tani ti, jo tani. Prisni, do lindu, pasi do bëj koktejl. Do mësoj si fillim si bëhen koktejlet. Edhe pasi do t'i bëj. Po me qenë se kam disa pija aty. Do t'i përdorim më shumë kur të vi vera, do dalim aty për jashta në garden edhe do bëjmë koktejle për të pirë. Why not? Shumë e lezetshme. Tani këto duan larë edhe duan futur tek bufeja që kam vendosur edhe pijet. Dhe gjithashtu merr edhe një porosi tjetër sot që është një gjë për Loganin, të cilën sa të vetë sipër do ta tregoj, por tani do të bëj kafet një herë. Të pim pak kafe dhe kështu. Sot kam qenë si e hutuar, si e humbur, si thash që në mëngjes do nis, edhe këta pas kam ngritur shumë. Do nis videon tani, do nis videon pastaj, miku mëngjesin, miku drekave, ta mora çonin. Sa erdhëm në shtëpi gatova, hëngrëm, ku di unë. Albani po bënte disa pllaka për jashta. Do të tregoj pastaj siç thash. Por, që kur erdhi nga puna, veti direkt, si që ishte me ato roba, tha, do filloj direkt punoj, hoqi 2 ripa bari, edhe e shtroj me pllaka, edhe ka dalë shumë lezetshëm ajo tani. Rastisi që dikush tek një punë që Albani ishte, nuk i donte këto pllakat, edhe i tha, hiqini, edhe do t'i hithe në plera. Albani i mori ja 10-12 copë, nuk e di se sa ju nevojitesh me më thënë që t'i vendoste aty. Me që se ishin falas, nuk i blem, do më thënë, shqyqyr një gjë plus, edhe i vendosi sepse ishin identike me tonat. Thjesht duke qenë se janë të përdorura prej shumë kohe, kanë qenë tek shtëpia atij tjetrit prej shumë vitesh si duket, kanë zëna të shtresën pak si të zezë nga dheu, nga balta, nga shirat e kështu, por do lahet me presion. Qa? Kush? Po duke që se
lanë me presion, do dalin në të njëjtën ngjyrë me ato tonat edhe besoj, jo besoj, po do duken shumë bukur. Është gotë për të bërë koktejl. Hajde marrë çik hopa. Hajde marrë çik hopa. Come on. 1, 2, 3. Opa. Fali çupave ç'a po bani. Sit down. Po ja sit down. Do bëjmë mi kafet këtu. Bëjmë çik kafe? E ke pyetur datin do kafe? Ç'a tha dati, do kafe apo jo? Çik thoj babi, do kafe ti dati thoj? Yes or no? Hey. Coffee time, yes or no? Të bëjmë mami milk këty? Yeah. O, do është plesio. Shëndet, do Gjithashtu, më erdhi edhe një porosi tjetër nga Timu, edhe kjo është për Loganin, edhe shikoni pak se çaj kam porositur. Kjo është shpresa ime e fundit, dhe është një banjo. Sa kam qeshur kur e kam parë, ka që vogël o zot i madh. Tani pse them shpresa e fundit? Se ju thash që Logan vazhdon akoma të jetë me Bebelina, edhe nuk e di, nuk pranon të ulet, ka ca autorakca gjëra kështu. I mora këtë që ti duket një çik si një banjo të rriturish, edhe mbase do preferoj dhe do qëndroj dhe do mësohet këtu. Një gjë që më pëlqeu te kjo është që ka këtë pjesën e sfungjerit, që të mos i vrasi këmbët, sepse kur e lë ulur te kuturaku të rrinte, nga që janë material kështu si kallçuk, çan këto plastike, vura re që i vriteshin kofshët edhe nuk duronte të rrinte dot. Ka këtu këtë kasetën, dhe mek për të derdhur ujin, se di se si montohesh kjo. Është fotokopës. Okej, vendoset këtu. Që nga e lezetshme se mbahet këtu. Këtë e ka butonin, sa për të thënë, e ka kod, jo se ka ndonjë funksion, dhe ka pjesën e poshtme që vendoset, se është e hapur tani. Vendoset këtu në mes dhe e nxjerr shumë kollaj e pastron. Kjo është e mirë sepse mund ta marrësh edhe për shembull në makinë, në bagazh të makinës. Do heqi Logan Bebelinën, po kur të dalim xhiro si do t'ja bëjmë, kështu që do duhet patjetër në makinë. Edhe është mirë se mund t'i vendosësh një qese dhe pastaj mbledh qesin që kjo të mos bëhet pis nëse je jashtë. Nëse je në shtëpi patjetër që do ta lash. Kishte edhe këtë furçën për të pastruar bebet banjën e tyre. Shumë e lezetshme, edhe vinte në ngjyra të ndryshme, kishte edhe roz, kishte edhe jeshile. Unë mora këtë gri. Kështu, shpresoj shumë që Logan të mësohet. Dua të di, në qoftë se bebat tuaj i kanë hequr bebelinat, janë akoma, qa moshe kanë, çfarë mënyre keni përdorur për t'ja hequr, sepse me Loganin shumë vështirë. Po përpiqem shumë këto kohë, po i them, hajde shkojmë të dy, jo. Hajde ulemi bashk, jo. Hajde, ku di unë, të tregoj një histori, një gjë, jo, nuk do t'ja di, nuk pranon, no, me zor e kam mbajtur një ditë, partje, e kam mbajtur 1 orë 15 minuta. Po ju betohem 1 orë 15 minuta, nuk po ju gënjej, u plevitosa dhe unë ula në banjo, ula poshtë në shesh në pllaka dhe po prisja atë, jo më zbëri asgjë. I vesha Bebelinën, e bërim Bebelinë. Kështu që ndim. Tani, që t'ja bëj çik më interesante unë këtë gjën, do ta paketoj përsëri, do t'ja mbështjell me dhurat, vazhdoj me këto me babagjysh, derisa të mbaroj kjo, këtë punë kemi, me babagjysh do t'i mbështjellin dhuratat gjithë vitin, edhe do thoni ju pse, që t'ja bëj një çik më interesante pasi do t'i pëlqej, do t'i duket që po ri një surprizë, sepse nëse ja jap kështu, t'ja tregoj tani, do ta pëlqej ndoshta për momentin, do t'i duket interesante, do qeshja ku diun, edhe pastaj do ta harroj, do t'i duket si një lodër edhe nuk do doj të luaj. Ndërsa nëse ja paketoj, ja jap si surprizë, t'i them hapet, merret me atë derisa ta hapi, të shikoj se çfarë është. Ideja që e mori surprizë. Nuk e di, po shpresoj shumë. Help. Nëse doni të porosisni nga Timu, kodin do t'u lë nëpër ekran ose te kutia e përshkrimit, edhe mund të bëni dhe ju porosit tuaj. Hi. Sit down të lutem, sit down. Shtu tutje tek mami dhurat. Shtu tutje. Perfect. Okidoki. Ke qenë djali mirë sot? Yeah. Ke qenë shumë djali mirë sot? Yes, it's good. Nuk jam shumë e sigurt, por unë të kam bërë një dhurat. Një big one. Pa hape çka ka.
Është Cici! Uale, të kemi bler një Cici dhurat! Oh my god, Logan! Wow! Ho, dale? Hiqe këto? Ku vendoset ajo? Shiko, ku e di kjo sot? Hiqe edhe këta? Jo. One moment. Hiqe edhe këta? Tani vendoset, ha? Po ajo tjetra ku vendoset? Shikoj çfarë është kjo. Shikoj njërë çfarë është. Ku vendoset ajo? Vërjaj qik se ka së prapë ti nga ana tjetër. Prit, të ndemoj dadi, se është nga ana ma tanë. është kështu. Shtu e fort. Qa është kjo, Logan? Cici. është Cici, po këtu do ta bësh ti? Do ta bësh Cici në ty? Yes. You like it? Këtë në shtëpë? Ja, është kota ja? S'ma luj. Edhe shiko qa ke këtu. Se brand new. Brand new, po. Shiko qa ke këtu. Këto kjo më pëlqeu. Që është full gjerë, që mos të vriten këmbë. Bravo, lajt i shpirt. Edhe bëj makine lënë, ku të mësojsh ti? Fix. Hap kranë, edhe. Aty në anë të rrugës. No, pa. Ullu të, ullu, së dam. Nice. Wow, beautiful. Hajde ule këtu në shesh. Të nënë. Së dam. Hapi. Hapi kapak. Po e lanë pas trektori mamas. Ullu. Nuk ullet po se lauja. Hapi, ullu. Bravo shpirt. Wow. You like it? Yeah. Ha? Po këtë ta besh tani nga sot e tutje? No. Mos e qkita ta. What is it? Frike, po ku gje ku do ta bësh tani? Oh my god. Gjithashtu na erdhi edhe kjo porosia me kafe, duket se sa shumë na pëlqen kafja. I gjeti Albani në eBay dhe binin pak më lirë qyqe nga dyqanet, kështu që e bën porosi. Edhe është kjo ajo që po pim, ua më bien gjëra nga duart. Ose kam nevojë të flë, ose kam nevojë për kafe. Po e sigur që do tentoj të pi një kafe tani. Kjo, shumë e mirë. Isha për jashtë tani, këtu te pjesa para e shtëpisë, edhe po pastroja një çik disa barra e kështu gjërat, e kjo mini lulishtja e vogël që kam. Edhe vjen një postier, nuk e di se kush ishte, se s'lexova gjë të fugoni. Edhe dorëzon një pako. Neve në fakt Albani po pret një pako që ka porositur. Edhe unë mendova mos është për ne, jo nuk ishte për ne. Dhe erdhi tek, jo te komshia e ngjitur me ne, tek tjetra më tutje. I dha pakon, e dorëzoi domethënë, edhe hipin fugon iku. Okej, unë vazhdova, po mblidhja gjërat siç thash. Kur dëgjoj prap fugonin nga fundi rrugës që vjen. Thashon, au, që nga dhe për neve, po se duket harroj të na jep të pakun, nuk e di, meqense është çik vonë tani, po mbase do vi, ndoshta më vonë, do një postier tjetër, nuk e di për pakon tonë. Pakon se çka ka porosit Albani. Thash që është ky për ne, jo, nuk ishte për ne, del edhe ky nga fugoni përsëri, dhe del edhe ajo komshia më tanë, të cilës ju dorëzua pakoja, dhe po vinte këtej për t'ia dhënë kësaj komshisë tjetër ngjitur me mua. Ishte një nga tres që kishte bërë postieri, që nuk ishte për ata ndej që kishte marrë pakon, po ishte për këtë tjetrën këtej, dhe ja se si bëjmë nga tresat, që shikojmë në për këto grupet neve. Dini që se të kujt janë këto këmbët, dini që se kujt është kjo dera, se është dorëzuar pakoja ime, thot që është bërë delivered, po nuk e kam marrë gjëra të tilla. Nga tresa e si humbim pakon, ndërkohë që postieri e kishte numrin e shtëpisë aty përpara syve të pakoja, edhe nuk e dorëzoi në shtëpi ngjitur me njëra tjetrën, nuk e dorëzoi në shtëpinë e duhur. Se do thoni mbase s'kishte adresën e saktë, pa ajo që doli komshia më tanë edhe erdhi direkt për t'ia dhënë kësaj, ajo dinte se kujt ishte pakoja, se ju drejtua shtëpisë së kësaj. Edhe e mori ky postieri pastaj, oh sorry, tha asaj, s'ka problem, tha ajo, tira zile si ja dha kësaj komshies time. Domethënë punë gjys minuti, po që ja, porosit neve,
humbi bërësit tona. Nëjse, mua rrallë më ka ndodhur me Evrin, po që gjëra që ndodhin. Nuk bën. Ai zogu atje e ka zëngjumi. Nuk bën ai. Më raf të pikarat çuni u vrat e faqa. Bëre bubut e faqa ti? E faqe bezatndi, vete bezat. Atje. O shpirti im atje re ti? Je. U vrave shumë? Ja, ava bezat. U vra zogu atje, edhe Logan edhe zogu vran atje. Po. Zogu slipin, po flas zogu. It's okay, zogu, it's okay. Flera, i do qojt nesër. Parove? Erdi dadi. Në më mami ta e the koshi ata? Finish? Ta edhesh vet? Stop, stop, stop. Këto janë plakat që shtroi Albani, duken domethënë 2, 4, 6, 8, 10, edhe ato të vocklat aty edhe një pjesë tjetër. Kanë pak dallim, si model, si lloj janë në njëjta plak, thjesht kanë pak dallim nga tonat sepse këto janë të reja sapo janë vendosur dhe kanë akoma ngjyrën të freskët, ndërsa këto do kenë qenë për vite me radhë tek shtëpia ati që i ka pasur, edhe duket i çik diferenca, por nuk më intereson shumë sepse forma ishte që kishin bërë ata në formë L-je, kështu. Edhe kjo ishte bosh, tani për të vajtur atje te zgara duhet shkeljen bar. Edhe duket më mirë kështu, është më komode, më pastër, nuk më intereson domethënë pse ngjyra është tjetër. Por rëndësi ka që kur të veta atje te zgara, nuk do më bëhen këmbët pis, nuk do vi të sjell balt këtu, apo thjesht duken më bukur. I like it. Edhe shumë diferencë të madhe. Nëse, okay, dallohet siç thash, po s'më intereson. Zgarën që kur kemi ardhur këtu se kemi ndezur akoma asnjë ditë. Ç'a të bëjmë parë, si ka rënë radha të shkretës, plus që tani është ftohur koha s'është për zgarë, edhe nuk e di. Do presim pranverën e për të marrë me gardenin, për ta mbjellë, për ta bërë të bukur. Kemi kohë. Vlodha pa kuzhinën, bëra bukën për nesër për Albanin. Loganin e zuri gjumi me neve tek këndi, sa e vendosëm sipër, ndjeu, edhe pastaj nësa duket Albani ishte shtrirë me të, Albanin e zuri gjumi, Loganin jo. Ora, se po flë dadi, mbraca gështenja të tjera, shumë të mira, po janë shumë të nxehta, sa po i nxora. Shumë të shishme. Edhe kam përshtypjen që do shkojmë përsëri atje të mbledhim edhe ca të tjera, se kishte plot. Çfarë aty? Çiçi, prit. Sa doli mami. Shumë e nxehtë. Është mirë. Është mirë? Yes? Mos e prek të lutem. Nëzër për pres të pastroj fytyrën, të heq make-upin se nuk po e duroj dot. E fryva. Herë se e fryva. E fryva. E fryva. Ha. One more
këto nga mami? One more time? So good. Dhe kështu goca. Nuk e di se qa doja t'ju tregoja, po nëjse. Do qëroj këto gështenja tani. Madje do t'i qëroj disa albanit, kam bler këto. Me qënë se më vajti mëndja. Bleva këto tek Aldi për para 2 ditësh më duket, vajta para pazarin e javës, sa nuk e di se kur vajta. Janë qelq, edhe këtë kutinë kanë plastik, dhe kanë këtë të mirën se po thiten me këtë pjesën këtu, gominën. Po ishin shumë të lezetshëm. Më duket se bleva 4 pound të 3 bashk, nuk e mbaj më diçka e tillë, dhe me qenë se më ra mendja tani, po tregoja dhe ti bëj edhe Albani disa gështenja që ti ketë gati për nesër. Edhe këtu. Të qëroj do më thënë, da i ti hajde puna. Nesër është shtun, zakonisht Albani të shtunave tani që ftohet koha. Shikoni sa e mirë. E mora mësysh. Paska krim. Ok, do ta hapim. Që të sigurojmë që pjesa e brendshme të musketas, ja. Edhe do t'ja jap. Dhe tash këto gjëra që mblidhen në pemë, normalisht probabiliteti shumë i madh është që të kenë krimba, kështu që këto do ta heqim me janë. Habiri, do one more time ti? Dhe se qa po thoja harrova. Shpirt, you okay? Like this one. Which one? Do shurupin? Yes. Do ta pish pak? Ok, one moment të lutem, se po i qëron mami disa kështu dadit. Disa gështenja, thoj gështenja. Gështenja. Ka fënar flet, goxha. Janë të nxehta, të lutem. Sa po i fiku mami, nuk i kam bërë 5 minuta që i kam fiku, ti e pe vet. Hajde që është ftot. Ore, unë nisa të thoja diçka se u fiksova. Kam shumë probleme me memorien në këtë shtacioni. Harroj jashtëzakonisht shumë. Do thoja që tani që është ftohur koha, do më thënë zakonisht kur ftohet koha, Albani nuk punon të shtunave, po deri tani shqyqur Zotit kam punuar. Edhe nesër është në punë, për këtë arsye po i bëj këto. Lodhën të lutem ullu poshtë. Do tjetër t'jap mama tjetër? No, finish. Finish? Okej. Qa do t'i bërë? Qa të hajtë e goja ty? Të hajtë një gjë? No, sorry. Jo, s'ka surpriz. Do ndo një frut? This. Qa gjusi do? This how it is. Jo, nga ata orin gjus atje jo, sepse ke pirë sot, po në qofë se do, Oh, this girl. ke gjus në frigorifer të mirë. One moment, please. Wait. Do një nga ta? Yes, this one. Me kujdes? Mos e shtypë, se të derthet. Kështu goca, me qënë se nesër do jemi në shtëpi, si ditë e shtun që është, një mendje them të dalë, një mendje them të rri në shtëpi, po dola do prish lekë sigurt, dhe po dola ku do vete në përdyqanet e të përdorurave. Ama kam bler ta gjëra që s'u kam treguar akoma, dhe dua që t'u tregoj se janë shumë të lezetshme. Mbase I gjeroj nesër ato. Kam filluar të më dalin ca puça, shikoni këtu. Një këtu. Një diku këtu, një në bau, më duket se kisha dhe një këtu, se di se më sigurt. Dhe janë puça unë edhe kam filluar të ngacmoj se po më acaroj, pse po më dalin. Por ndoshta nga shtatzania dhe shpresoj shumë që të mos më mbeten në shenjë, sepse kjo puça që kam në bau, vajti një 2 muaj që më ka dalë. I bë goxha kohë që më ka dalë, edhe nuk ikën, edhe shkru si e kuqe. Nuk e di se çfarë po ndodh. Gjithë këto gjëra po ndodhin. Në fytyrën time, kësha pa fel. Tregoj qik mamit qa bërë tani. Mommy, this room is Zambo. E fajte lave boronicat me shampo në banjë. Yes, but it's everything. Ku I lave? Pa I ma tregoj që ku I lave. Ku I lave ti?
Aty i lave. Pa më trego si i lave. Do t'i lash one more time? Ha. Si i lave ti këtu? Pa më trego qik. Është ujë dhe fat në brenda ujë. Është fotur brenda uj aty, ha? Po si i lave ti ato? Është ujë dhe Po laj one more time të shikoj unë si i lave. Se më tha mua, do hash boronica? Jo, i thash se ti ke duart e pista, nuk do t'i ha. Do t'i laj pasaj, do t'i ha. E vajti i laj në banjo. Ashtu i lave ti? Po shampo i hodhe? jo zambo jo. Nuk i hodhe? Vetëm uj i hodhe? Jo, ujë. Ashtu po, okej. Është edhe pas ujë. Bie poshtë uj, po. Finish? Mbarove? Jo surprise. Jo surprizë ato, jo. Finish? Very good. Great job. Mamma, zëmë? Shumë e mirë, është faleminderit shumë. Tani do ta ha. Është ujë? Uj është. Hë?